Nuk respektohet procedura në këtë sallë. Arsyeja se përse deputetët e opozitës flasin në mënyrë përsëritur dhe kërkojnë për të diskutuar edhe kur kanë hapësirën e procedurës, është për shkak se nuk lejohet debati. Është për shkak se Tauland, një sekond. U përmend pak më parë që në 11 seanca në më shumë se 2 muaj që nga merite këtij kuvendi që është diskutuar 40 orë, kur ndërkohë do duhet të ishte diskutuar vetëm brenda një jave, kur ka 2 seanca 40 orë. Na keni mohuar drejtën e interpelancës. Keni mohuar komisionet hetimore. Keni mohoni mocionin me debat. Përjashtoni kreun e opozitës për deklarata që jep jashtë kuvendit, jashtë kësaj salle. Përjashtoni sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike për deklarata krejt etike brenda në komision. Përjashtoni kreun e grupit parlamentar për asgjë më shumë se çfarë tha kreu i grupit parlamentar të PS-s pak më parë. Në seancën e kaluar kemi bërë një debat gjatë, nëse mbani mend zoti Peleshi, bashkë me zotin Balla, për etiketimet ndaj kolegëve. E nisi fjalën duke quajtur një kolege zonjë, një grua gënjeshtare. Kur ndërkohë keni dhënë mas seancën e kaluar për këto epitete. Ju po kalonin pikën, kjo që po ju them ka ndodhur, është fakt. I ditur botërisht. Ju po kalonin pikën që deputetëve në këtë sallë, në këtë rast një deputeti tjetër të opozitës, nuk i jepni më drejtën as të citoj vetë zyrtarët e shtetit. Në këtë rast zëvendës kryeministren për qëndrimet që mban raport me shefin e saj. Kështu që thënë këtë, ju lutem për sa kohë nuk respektoni ju rregulloren, sigurisht mos prisni që dhe deputetët e opozitës në mbajnë gojën mbyllur. Ju lutem zoti kryetar, është e disata seancë që bëjmë të njëjtin debat. Interesi i qytetarëve është sigurisht të dëgjojnë diskutimin për paketën fiskale, që e sollët i lat kohë deputetëve si asnjëherë më parë, vetëm 24 orë kohë për të përgatitur dhe për diskutuar për buxhetin. Për sa i përket propagandës me pensionet gjatë gjithë kohës, se e merr për procedurë kreu i grupit parlamentar të PS-s dhe nuk flet për procedurë. Bën propagandë, flet për pensionistët. Ndërkohë që ajo rritje e pensionesh që diskutohet, vetëm parat që janë abuzuar në tunel në Llogaras që janë vjedhur, mjaftojnë për të arritur 2 fish. Dhe për të rritur 2 fish pensionet e 670.000 pensionistëve shqiptar. Dhe kam dhe një kërkesë shumë sinqert, zoti Balla, t'i lëm familjarët jashtë kësaj salle, mos i përdorin për politikë. Se nuk shkon. Asnjëra palë në këtë sallë. Faleminderit. Okej, faleminderit. Keni shumë të drejtë, atëherë të fillojmë menjëherë me debatin. Projekt ligji